Gruaja plagos burrin me thik në Itali shkak problemet me varin për penalltinë anulluar të Napolit. Napoli gjak. Një thik e mbetur në mur dhe një burr i dërguar me urgjencë në spital. Imazhe që nuk duhet të kenë të bëjnë fare me futbollin, por që u materializua në dhomën e ndenjes së një çifti pas ndeshjes Atalanta 2-1 Napoli, luajtur të dielën. Gjatë ndeshjes, një tifoz 40 vjeçar i Napolit që jetonte në Capodimonte u godit me thik nga gruaja e tij, duke kulmuar në një keqkuptim të përgjakshëm. Sipas raportimeve nga mediat italiane, gjithçka nisi kur sistemi VAR anulloi një penallti në favor të Napoli, duke shkaktuar reagimin ashpër të tifozit napolitan. Ai ka shpërthyer me ofendime në drejtim të gjyqtarëve dhe të vendimit të marrë, por bashkëshortja 35 vjeçare dyshohet se i ka interpretuar fjalët si të drejtuara ndaj saj. Debati verbal ka degeneruar shpejt në dhunë fizike. Gruaja fillimisht ka hedhur sende të mprehta në drejtim të bashkëshortit dhe më pas ka marrë një thik nga kuzhina, duke e plagosur në pjesën e brinjve. Edhe pasi ai ka tentuar të kërkojë ndihmë, ajo ka vijuar sulmin duke hedhur mjete të tjera prerëse, njëra prej të cilave ka mbetur e ngulur në murin e dhomës. Ndërhyrja menjëhershme e policisë shmangu pasoja të rënda. Gjatë kontrollit, autoritetet kanë gjetur në çantën e gruas edhe 3 thika të tjera. I plagosi u dërgua me urgjencë drejt spitalit ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.